Unë do me thonë kur më përpjesha të evitoja, filloja dridhesha. Kam pasur frikë, panik të papar, nuk e di. Fakt ishin që kafshërore. Ishte shumë kafshërore. Mbaj mend që nuk e di ku është ka vdekur, më duket një person që e quani si të çmendur, erdhi më vuri krahun, dhe erdhi një tjetër më vuri krahun dhe unë ngela në mes të dyve, po. Nuk di çfarë të bëja. Ria shikoja majta si tha, do të thonë mund të Ku ishe? Ka qenë në mes rrugës, te rrugë Durrësit. Te rrugë Durrësit? Çfarë thua? Po njerëzit aty? Fole, ulurite, bërtite? Fola, ulurita, bërtita, do të thonë hikja me vrap, përpiqesha do të thonë të shkoja pasaj në shkallë, njëri vinte nga poshtë, tjetri dilte nga terasa që të kapnin në shkallë. Man, ka qenë. Pas ishim pyll mo. Peruda ka qenë shumë e ngjeshur me skandale. S'ka qenë Tirana viteve të mëdha, nuk e di ju Tiranës. Po s'ka, për mua këto ishin faktor të dorës së 10, domethënë për mua kishin në rëndësi gjëra të tjera, aq më tepër thash ku në vitet e institutit ka pasur tjetër diellin shkëlqente ndryshe me një fjalë. Kto ishin gjëra që sa e bukur. Thu edhe një herë këtë? Dielli? Shkëlqente ndryshe. Unë domethënë përpiqesha ta gjeja dritën gjatë, më kupton, këto ishin gjëra që nuk janë shkaloj dhe nuk i vjen si thua në itinerarin e ditës. Ka qenë i mrekullueshëm. Ai bulevardi i Tiranës. Dilje domethënë edhe shikoj kë parso. Kur vije pasaj, takoj shoqet kë pesot në xhiro. Kë pesot në xhiro. Kë pesot në xhiro, çfarë kishe veshur, si qyshte, etj. Bordura aty përballë dajtit. O sa e bukur kjo. Kë pesot në xhiro, kush e shumë pa të pa e pe. Ja, po, shikoj, kishe veshur po e pash me një tjetër. Sa bukur dhe Ingrid, po kjo ishte. Shiko, mirë, takojmë sot në ora 6 nga bulevardi. Dhe bulevardi fillon dhe te Korpusi dhe mbaron te Skënderbeu. Dhe se si e lija takim? Nuk e di sepse ishte një gjë që filloja aty dhe diku në një pik X të xhiros, si patjetër do takosh. Me një fjalë. Wow. Ishte E kupton ky brezili këtë çan të bukur. Absolutisht. Këto kanë të tjera, këto kanë hall. Nuk e di, janë, domethënë çdo etapë ka prioritetet e saj. Me të keni dhënë bukuritë Tiranës viteve të 10. Unë jam e lumtur që kam jetuar në atë. Jam e lumtur sepse thash kemi pasur shumë kohë të lexonim. Kur kam mbërthyer ata dy çunat aty. Ka rëndësi me një fjalë. Kemi pasur kohë të lexonim, kemi pasur kohë të shijonim muzikë të vërtet, kemi pasur kohë të njinim njerëz që kanë qenë vërtet, nuk e di. Parashevia, okay. Parashevia ishte një institut të arteve, më ka ardhur një herë në shtëpi. Në darkë, kur ishte vllai në Austri, na kishte sillte shpesh kaseta me muzikë, filma etj. Dhe unë ftoja grupe të ndryshme, ndërto ka qenë dhe Olsi, vllai Edit, me Entelën, po, gruan e tij. I ftoja me grupe me një fjalë që ka qenë edhe Parashka me këto të operas. Tani më tregoj çik për Parashevinë. Dhe kërcenim, vini muzikë e kërcenim. Dhe kërcit të shtëpia jote. Bënim party, po. Parashevinë ti ke pas shoqja, na tregon një gjë tani se ndodhi dhe ajo. Shumë shoqe se kanë pasur. Tani kur vjen në shtëpi tani nuk e. Muhabet, po mirë, muhabet kanë pasur, po jo shoqe se kanë pasur shumë me fjalë. E kupton ky brezi, kupton dy të ka ardhur në shtëpi dhe si thua shoqja thon këta brezëri, new generation. Dgjoj, fjala shok është shumë e madhe për mendimin në sytë e mi ti thua dikujt shok. Mik është. Qartë. Ka qenë e njohur, e mirë, më thënë, ka qenë simpatike, shumë atraktive ka qenë. Shumë atraktive. Ka pasur një nur të brendshëm, më thënë që e bënte të veçantë. Më thënë ka pasur dhe kjo, ka pasur seksapil. Ishte femërore, shumë femin. Keni kujtime për Parashevinë? Kujtimi tjetër, më thënë, unë dam në atë kohë, unë thash që në shkollë që shiheshim, që më ka ardhur në shtëpi dhe mbaj mend kur erdhi të këndonte në vitin 97 dhe kishim shtëpi ke Komunën e Parisit, kishim marrë shtëpinë dhe kjo erdhi ke vllai i saj, ishte bashkë me këtë bashortin që ishin akoma të njohur atëherë. Edhe erdhi tek ne, domethënë, edhe pim kafe, diskutuam disa herë çat vesh, çat bëj etj. E tregonte për jetën e saj në Hollywood, kam takuar këtë, kam takuar atë, gatronte shumë anglishten me shqipen. Më thënë, ky shumë simpatik, ky buri. Po, handsome. Handsome. Do bëjmë dhe ne atë, unë sa kisha bërë djalin atëre, po ne atë princin ton do ta bëjmë në Beverly Hills, si thoshte aty. Kishte ëndra, ke parasysh. Të erdhi keq kur ndodhi historia? Është tragjike, shumë tragjike, shumë tragjike. Tragjike, ëh? Do dohet ta ndihmojë Ingrid? Mund të ndodhi dëgjoj, ndihmë në raste të tilla nëse ka lidhje me anën mentale. Është shumë e vështirë të premtosh ndihmë, por ndihma më e madhe do jetë që ajo të riaktivizohet, situat me njerëz pranë,
në këtë anën artistike, sepse arti është për mendimin tim për gjithë artistët që e kanë lënë skenën në një mënyrë apo në një tjetër, arti, rikthimi në art është ilaçi më i mirë. Tani, kopertinën e revistës Ylli, kjo është e vitit 89. Po, apo kemi 3 mars, muaj 3 mars, ishte mujore. Kur fitoi çmimin e parë. Festivalin, po. E zuri Prashevisi Mako. Tani, ti s'ka në kopertinë në revistë atëherë. Dgjoj, unë s'kam pas, sepse s'ka pasur arsye që unë të kisha kopertinë revista atëherë. Nuk kam bërë ndonjë gjë që të ngelem, domethënë, unë më tepër kam qenë një personazh që nifesha nga ato që ishin në shkollë, nifesha nga ato që ishin në rrugën e Durrësit apo që kalonin në bulevard, dhe kaq, unë s'kam bërë ndonjë gjë që të mbaj mend ose të. Në televizion ti krijova një emër. Në televizion krijova emër, edhe fati e solli që mos ta vazhdoja emrin tim. Vërtet? Fati sepse ika në vitin 90 unë u largova, domethënë punova vetëm një vit, se premtoja shumë. Do të pyes për atë ikjen. Foto tjetër? Tani, jemi 1990. Një nga ata që, ata që dolën të parë. Edi Dan Klosi, ky është Tor Pustina, më duket? Po, Hector Pustina. Edhe ky është Dori. Jo, ky është, më fal, Rexhepi. Jo, kush është ky? Dori nuk është. Ky është televizion, ishte Nuk e di këtë. Tani, 1990. Televizion piktor. Ishe në atë lëvizjen? Unë kam ikur, jam larguar në 14 dhjetor të 90-s. Domethënë mbaj mend vetëm ato ditë e para televizjes, po. Po ishe me atë që duhet të rrëzoja që ai regjim ajo. Isha me atë që duhet të rrëzoja. Bërë një veprim në akt në thjesht 2-3 herë mbaj mend që jam bashkuar këtyre grupeve, kam qenë diku aty ku mbaj mitingjet, po, sigurisht, ishte kurrë. Në qytet studenti? Në qytet studenti. Shkove në qytet studenti, ha? Kam shkuar, mami im punonte në atë kohë aty, në bibliotekë. Edhe nuk të thama me më të gjëbër më që? Një pjesë mirë të atyre që ishin të ky Azem Ajdari, të tjerë vinin, domethënë që merrnin libra e tjerë. Nifeshin. Po kanë qenë ditë, domethënë që shumë njerëz ishin të lumturuar sepse prisnin, i dukej sikur do hapej, si thua, do hapeshin portat e parajsës. Edhe çdo gjë do bëhej ashtu si ishte në ëndrrën më të bukur. Po jo, ti që të kishin thyrë në sjellje, të kishin propozuar për internim, që të kishin goditur etj, ti duhet ishin të parë. Sigurisht. Megjithatë, thash, fakti pastaj erdhi Sali Berisha. Sali Berishën shumë e njoj, e mbanin mend atëherë për sekretar partie. Okej, mbase ka evoluar. Domethënë thash, zhgënjimi fillon sikur shikon se kush fillon edhe piketohet në pozicione, sepse ti nuk mund të presësh, domethënë nuk ishim aq naiv sa të mendonim që një person që në jetën e tij nuk ka pasur asnjë lloj shkëndije në jetën profesionale apo private për të bërë diçka, të bëj tani që megjithatë thash, punët erdhën si erdhën gjëra të mira shumë, domethënë, po mund të bëhesh shumë më mirë me një. Tani ti pse ike një? Po unë nika, thash, nuk mua më kishte vdekur babi, me Bensonin isha ndarë, domethënë ai kishte ikur që në vitin 89 në Kanada. Një vit, kishe një vit, po? Dhe unë thash, për mua jeta ishte shumë. Po ku do ike? Ku? Si u nisë ti? Unë nisa ti Vllai. E kishe vllai në Graz. Ai më ndihmoi që. Po më treguat të momentin. Pse? Sepse ti s'di vllai ishte student, ke ikur me këto grupin ishin 5 studentë, domethënë i vetmi që mbaroi shkollën. Për çfarë? Institutin, këtë montan unin e Loben për rezistencën e materialeve dhe është një nga specialistët më të mirë aty në Magna, domethënë atë punën që bën etj. Në Austri është vllai akoma, po? Dhe tani ti ike edhe për shkak të rrethanave pasigurisë? Pasiguri, kjo ishte kryesore. Pasigurt. Kjo ishte kryesore. Unë në qoftë nuk do kisha pasiguri. Por edhe i rëmbenin, i prodhonin. Unë në qoftë mamja ato i tha, të lutem, tha, merre motrën, në qoftë do që ta kesh gjallë, unë mos nuk e ruaj dot. Çfarë thua? Po normal, aty iku erdhi gjendja eskaloi, erdhi jashtë kontrolli me një fjalë. Nuk i thaj që merre motrën. Në qoftë do ta kesh motrën gjallë, ta përpiqu ta sistemosh këtu. Po çfarë frikë kishe? Çfarë frikë? E kuptova. Çafrike, mund të ndodhte gjithçka, e ke parasysh. E të vrisin, e të prodhonin e gjithë. Çdo gjë. Ndodhen, ishte kështu. Po sigurisht. Vitet 90 kanë qenë të frikshme. Fillimi, domethënë trazirat. Është një turm pa kontroll. Ua. Nuk ka gjë më të mërshme sa turm pa kontroll. Dhe ti ku shkove në Graz direkt? Jo, unë shkova, kisha pasaport, na kishte bërë ftesë vllai për të kaluar Krishtlindjet, mua dhe mamin. Mami u kthye pastaj. Dhe ne kemi marrë Malevin.
Kemi shkuar në Hungari dhe në Hungari pasaj na priti vllai dhe shkuam drejt në Lauben, ku kishte universitetin. Në Austri? Po, në Austri dhe pasaj... Se në fillim në Hungari? Po. Ishte përmes, na mori me makinë nga Budapesti, po. Dhe pasaj jeta jote si u sistemove? Është duhet në një 30 orë të tjera. 30 orë? Po. Mi thuaj për 30 sekonda. Jo, nuk i them do. Nuk e thot do të? Do me thënë, fillon si tuash, në qoftë se ti ke dritë brenda vetes, mund të kapërsesh çfarë do lloj vështirësie, dritë dhe shpresë. Po unë e kisha. Edhe kjo më bëri që të bëra në Angevante, unë në Universitetin e Arteve të aplikuara, bëra master për art and economy, art management. Bravo. Dhe kjo pas e më dha mundësinë që të bëj këto gjërat e tjera, të bëj kemi këtë shoqatën tonë, jo fitim prurse, tani do bëj diçka tjetër, etj. Do me thënë kam një agent. Cila ka qenë puna më e rëndom që bërë dhe puna më e miq që bërë në këtë? Puna më e rëndom ka qenë kamariere në një lokal me muzikë, që ne na jepte shumë kënaqësi sepse thash fitoja shumë mirë edhe aty vinin shumë personalitete, ka qenë Becirkun e 19. Dhe puna më e mirë kam qenë në Shqipëri dhe atje ka pasur domethënë në pozicione drejtuese që ke pasur një lloj në gjithë punën që kam bërë më të mirën dhe i kam bërë shumë mirë me një fjalë. Bravo Ingrid. Kam bërë shumë mirë. Foto tjetër? Ja, Turi. Turi duhet jetë këtu në vitet 90. Po, te Radio Radikale. Po. Rom. Po, këtë personin në mes nuk më kujtohet, nuk e njoh. Kush është ky personi në mes? Jo, asun nuk e kam parasysh, po për Turin e kam vënë atë se po ti e tregove historinë. Turi pastaj me sa mora vesh kohë punoi tek Radio Vatikani. Po për te Radio Radikale. Radikale. Aty bëri gjëra, dhe unë u ritakova me Turin mbasi u ktheva, domethënë në Tiranë, në Shqipëri. Dhe ishte në RTS. Drejtori institut i RTS, po. Okej, foto tjetër se ka që folëm për Arturin? U zjatëm është vështirë të racionalizosh bisedën, kur ke shumë për treguar është... Tani këtu... Fideli... Mondlaçi? Pusina dhe Mondlaçi, Mondi është i papar. Ka marrë Mondi, ja zakonsh. Me Mondin e mi takuar në Jezelo, në hotelin e një miku tonë. Ja zakonsh. Është i mrekullueshëm. Ka një humor të lindur. Këto ko është në Anera Kina. Ka një humor të është kthyer. Është kthyer? Mondlaçi të përshëndesin, pas ka ik lajmi Mondi. Ti që ke kthyer, unë të di akoma në Kinë. Jo, është kthyer. Ja zakonsh, humor ja zakonsh. Është talent. Është talent, ka një humor të lindur. Edhe shumë humble, shumë i mirë. Dhe një gazetar shumë i mirë. Shumë mrekullueshëm. Pikërisht elementet të tillë janë zhdukur, nuk kanë mbijetuar dot, është e çuditshme. Si shpjegohet? Ja, pra e trishtuar. Këtë po them që është detyra atyre që janë në poste drejtuese që të marrin njerëz të tillë. Mondlaçi erdhi koha të vëmë foto tënde dhe Ingridi ta komentojë. Kupton ku kemi arritur Mondlaçi? Po për Fideli? Fideli mbaj mend që vinte me një çantë sportit tek Leni Toroveci, ishte komshia e katit parë. Grimerja. Edhe triste vllai Lenit Leksi kishte marrë motrën e Fidelit. Lenin ka marrë mamë shumë. Edhe vinte aty e triste atë gjithmonë motrën. Edhe ikte në stërvitje kishte një çantë bar sporti. Qatë me Delon kam pasur gjithmonë mua vetë. Fitë, Kreko, po. Mi takuar dhe njerë në Vjenë, kur sa po kishte filluar atëherë, ishte me këtë Aleksandr Meksin, duket. Po, me Meks, me kryeministrin. Edhe tani ka evoluar mirë, ndërkohë Fideli është edhe kushuriri tan yllit, është nga këto yllt, nga ylli unë njoh shumë, nga dinastia, po. Po cili tang ata, se ishte dinastia ylli është shumë e madhe. Karaman yllit, djali Vlajgoni, djali Karamanit. Edhe është një familje jashtëzakonshme. Po Tor Pustina, ta thuaj dy fjalë. Tor Pustina, jam takuar disa herë kur kam qenë me Gencin, me Torin, edhe me Gencdashin. Ky ka qenë Baxhanaku, më duket, i Fatos Pustinës, që ndërtoi ke Komunën e Parisit. Ka ndërtuar pallatin që morëm ne. Tani këto me ndërtime këtu tani më zë makina mua. Zë makina, unë nuk shoh njoh, nëse më pyet me një fjalë. Po unë jo Torin, fotografi. Përmes fotografi ka qenë i mrekullueshëm, edhe thash jemi takuar disa herë dhe jemi takuar edhe ke Kikajt, aty jemi takuar disa herë ke kjo që kishte ndërtuar Baxhanaku i tij me një fjalë. Okej, foto tjetër.
Tani na tregojnë çik për dashurinë. Pandi me Faviolën. Jo, pritje. Janë shumë të mire. Kjo Bensoni shumë puf këtu bo se ishë ndosh. Kush? Bensoni. Tani na tregojnë çik historinë me Bensonin? Si është historia juaj? Historia jonë është jemi njohur në bibliotekën kombëtare, kisha dëgjuar shumë për të. Prit, ti vajte ti për të lexuar? Unë shkoja vazhdimisht. Po ai erdhi të lexuar apo për të lexuar? Ai ishte mi i bibliotekës, ai kishte filluar që 10 vjeç shkonte në bibliotekë. Ai vetëm lexon. Po çfarë ndodhi që nuk e di. Pati flutra në stomak? Flutra në stomak, shikoheshim gjatë. Kishit gjatë? Shikoheshim gjatë, domethënë ai më shikonte, unë e shikoja. Ai shikonte ti shikoj. Po pastaj kush foli pari? Një moment domethënë më ka mbrojtur nga këto gangsterët që rrugës erdhi domethënë edhe që aty jo, grush nuk bëri, po unë bëra sigurisht e shoqëruar me këtë e pash domethënë dhe që aty u lidhëm.